Këto lloj marrëdhëniesh përgjithsisht nuk janë normale. Do të thotë iniciativa të tilla ligjore kanë marrë dhe shtetet të tjera në periudha të veçanta dhe Greqia dhe Italia dhe vende të tjera dhe kanë pasur efekte qoftë pozitive qoftë negative, por nuk janë, siç e thash unë, efekte të cilat garantojnë një sistem të qëndrueshëm të tatimor dhe mund të kthehen në një bumerang në periudha afatmesme dhe afatgjata, sepse krijojnë lindë i fenomeni që është morali fiskal. Morali fiskal që i miri paguan, i keqi nuk paguan dhe krijon falje dhe krijon një iniciativë dekurajuese për bizneset e mira. Pra në këtë rast, shteti duhet të shikojë më mirë mënyrën se si kanë funksionuar dhe si kanë rrjedhur këto lloj detyrimesh, në mënyrë që të ndërmarrë korrigjimet e nevojshme që të mos ndërmarrë iniciative të tjera fiskale, të cilat do të çonin përsëri në përkeqësime të mëtejshme të kësaj situate dhe jo në zgjidhje përfundimtare.